Do me thonë, na luftar kemi qenë, për luftën më të madhe, do të me falenderu popullin që ka qëndru bashkë me ne. Do thonë, nga kjo pjesa këtu, që na kanë sulmu, Fadili edhe unë kemi qenë këtu. Kur ku marrë, do me thonë, ardhja, jemi taku për mes kësaj rrugës. Tigri ka qenë këtu, unë me gjësin specialit që edhe heqke beqë dhe masë, këto jemi bashku dhe momenti e fundit i plagosjes, që jemi plagos këtu, është, pastaj mu më ka morë beqa, më ka morë me një kushëri. Do me thonë këta janë vrimat nga gjuajtja e ushtrisë. Komandant në ikën vitet, ti po mbeti ri. Mose janë tërheq forcat, se na unalën luftimët, edhe ma kam shu në formë, do më të shakas, me grush, a s'ka forcë, tha që na mund neve. Edhe këtu jemi plagos, do më thonë të ditë, na kanë morë, më kanë që muë në spital, pas një kohë më nëran 2-3 minuta apo 5 minuta, ka ardhë Fadilin e kanë prunë. Mu më ka morë beqa, këtu të spitalin në vaksinë. Edhe shtrim kemi qenë bashkë, edhe kur kuptu që ndra jetë, për mua ishte një shok. Alo pa u shëru mirë unë ku marrë në vijën e frontit luftës. Kështu që jem këthi, prap amaneti Fadilit me shku në vend. Edhe se s'kom qenë unë, jem konë i plagos në spital, këtu është Vorros. Se masa nej, kur jem këthi unë prej Kosovës, prej spitalit, atëherë, edhe njëherë, e kom këshirë që është këtu. Se kemi pas dishime që mos ne kanë morë, për jo ka qenë. Edhe mas një kohë, e kemi bërë i varrimin, sot ku është, ku janë mes fshatit aty, peni dëshmore.